zonja Zotrinj, toksor dhe toksore, jemi live në këto momente, është ora 22:20. Si çdo të martë të mërkur në orën 10 darkës, sonte është e premte dhe të premten jemi gjithmonë në orën 9. Ju këtë e dini tashmë tradit prej 23 vjetësh. Ky emision transmetohet live edhe te kjo faqja këtu Zonë e Lirë në YouTube. Ndërkohë kjo është P3, pjesa e tretë e emisionit. Jam në studio me Eral Kaprin, mundësia, Eral Mimbrëma. Mimbrëma, Arjan, faleminderit. Kam në studio dhe dy miqtë e mi, Flogert Muça, Lexo.al, gazetar, ekspert komunikimi, dhe Marsit Gupi, avokat, jurist, avokat, penalist dhe pedagog te Marin Barleti. Eral, po e nis në ty, dhe në fakt sonte do trajtojmë 3 fabula shumë interesante të aktualitetit, po do e nis me fabulën që ke më shumë ti interes, ti dhe sigurisht partia që ti përfaqëson sonte këtu, me në krye Agron Shea, në Agron ish mirë një? Shumë herë. Ka qenë Itali këto kohë, se kam parë shpesh? Jo, këte ka qenë. Ka qenë në Bruxelles, ishëm bashkë Bruxelles. Në Bruxelles, dakord. Eral, ti vazhdon të jesh gardiani i paepur i parlamentit. Falenderoj shumë. Duhet të jesh deputeti që ka rrezik je edhe si po edhe si kontribut më i fort atje, sepse nuk kam parë kaq shumë status dhe kaq shumë mbulim se sa nga të tjerë në rrjetet sociale. Rrjetet sociale, po ndërkohë unë kam dëgjuar që ti rri dhe shumë në parlament, pra nuk mungon asnjëherë. Jo, s'ka munguar asnjëherë. Si ka mundësi? 6 muaj s'ka munguar as komision. Asnjë ditë. Madje kam shkuar edhe në komisione të tjera që s'jam antar. Të tregojnë që pasioni jot për të punë është tepër i madh apo jo? Edhe në shkollë s'ka pas munguar kurrë. Bëj detyrë. Eraldi. Kur e kisha pedagog, po. E ke pas pedagog Eraldin ti? I kam dhënë mësim Flogertit, po. Po? Po, patjetër. Edhe s'ka ndryshuar fare, është njësoj. Ku në shkollë të lartë? Po. Te Çili? Te Çili. Ah, dakor. Interesante shumë. Plaset fabula në ekran, Ledio. Sistemi i rizgjedhor Kapri, prap pazar Rama Berisha. Çfarë po ndodh? E theti me një fjalime sot duket. E kam thënë unë, por unë duhet ta elaborojmë pak të punë, sepse sot Berisha ne nuk e kemi fatikisht, fatkeqësisht do doja ta kisha, por nuk patëm kohë, sepse na ka heq trurin dhe një pasion i madh për lindjen e mesme në fakt, dhe çan gjëra këtu për Shqipërinë, duke siguri që kështu pa u vënë re. Të paktën unë dhe stafi im jemi shumë të fokusuar atje, këto duke siguri janë pa ndonjë interes të madh publik. Do të thënë, nga ndonjëherë janë si janë komunikuese, kur ngrihet një gjë shumë, tjetra duket e parëndësishme. Po kjo se s'ka rëndësinë e vetë lokale. Sot Berisha ka folur një 2 orë para gazetarëve, më duket. Ku ka qenë? Ka qenë në shtypje apo? Si çdo ditë. Ka qenë në shtypje apo ka qenë në këto mbledhje që bën? Konferencë shtypi çdo ditë 2 orë. Diku nga fundi më thanë, ka thënë ne, do tani po e perifrazoj, ka thënë ne do vazhdojmë protestat, pra revolucioni do vazhdoj, por 2 gjëra jemi dhëruar që t'i bëjmë bashkë me Ramën. Dhe 2 gjërat shkush janë, cilat janë sistemi zgjedhor, që do të vazhdojmë tavolina, tryeza, dhe ma territoriale. Harta e re territoriale. Tani Kapri, mund të më thuash konkretisht pse ju jeni të shqetësuar dhe cili do jetë, të thuash, efekti negativ që do pësoj dhe partia juaj për partita është quajtura të reja nga ky sistemi i ri që duan të bëjnë këto 2? Pra, po del në sken një propozim për të bërë një reform, pra po flitet për një proporcional kombëtar ose një proporcional rajonal tjetër, por që në fakt është një kurth dhe një pazar politik që bëhet vetëm me qëllimin e vetëm për të shuar partitë ekzistuese të reja dhe kushdo tjetër që të vi nesër në skenën politike. Konkretisht. Para se të dyshojmë, duhet marrë vesh një çfarë do bëhet. Mund ta themi? Po pikërisht, pra, sepse po të ishte reform, gjërat do diskutoheshin hapur. Do kishte një besim. Pra, si mund të ketë besim kur ti në parlament nuk ke lirim as për të folur, ne na mohojnë interpelancat, pra opozita dhunohet aty, ndërkohë që flisëm për reformë dhe për të demokratizuar vendin. Në fakt, po bëhet thjesht një pazar politik, siç ndodhi në 2024, siç ndodhi ka ndodhur më herët në 2008, pra në mënyrë që sistemin bipolar midis PS-s dhe PS-s ta garantojnë. Dhe të mos harrojmë këtu të themi që në fakt kjo histori, kjo lloj marrëveshje, fillesën e ka në 2008. Pikërisht, pra, me ndryshimet e mëdha kushtetuese, ku u sankcionua 2 partitizmi dhe u bë qëllimisht që të eliminonin çdo forcë tjetër politike. Iku kjo. Dhe sot çfarë propozohet? Pra, pavarësisht se sistemi që kemi ne sot është një sistem shumë i vështirë për forcat e reja politike. Pra, ne kemi marrë 50.000 vota,
që duhet në takonin 5 deputet, kemi marrë vetëm 2 deputet. Por dhe me sistemin që tani propozojnë, sistem proporcional kombëtar, por që hilja dhe kurthi ku është, nuk tregojnë pragun. Sepse sistemi proporcional kombëtar ka vetëm një hile, pra ka vetëm një sekret, që aty fillon. Sa është pragu? Sepse ti ke një zonë. Tani aktualisht flasim është 5%. Jo, nuk është 5, është 2 fare. Jo, tani s'kemi prag fare. Nuk ka prag fare. Kemi rajonal. Po more votat, nxjerr deputet. Mund të marrësh edhe 100.000 vota dhe nuk nxjerr deputet. Kush i tha që do ketë prag në sistemin e ri që do bëjnë këta? Po duhet ketë prag, pra sepse sistemi proporcional kombëtar nuk funksionon pa prag. Me farë pali sekond, se këtu tani ishte vështirë për të kuptuar. Po. Ne sistemin aktual çfarë kemi? Proporcional rajonal. Rajonal. Tani këta është, sikur do ta bëjnë proporcional kombëtar. Po ky është pra propozimi. Ky është kërkesa e opozitës. Është kërkesa e Berishës kjo. Po, pra do hidhet në tryezë. Madje jo e Berishës. Ja ka deleguar dhe ka pranuar ose propozimin e Lapajt. Pse kjo është propozimi i Lapajt? Që kjo është edhe një farë. Dhe e ka pranuar doktori si... Po ju jeni dakord me proporcional kombëtarin? Dhe t'ja shpjegojmë njerëzve çdo me thënë proporcional kombëtar. Pra nuk ndryshon nga rajonal. Jo, ne kemi një qasje tjetër që kemi thënë më përpara. Që? Nuk është çështje sistemi. Sistemi është gjëja më e parëndësishme e sistemit ton politik. Qartë. Është korrupsioni, është paraja në zgjedhje, financimi i partive politike. Qartë e kuptova. Partia Socialiste harxhon 100 milionë euro në fushat, por deklaron 3. Për këtë do zgjidhet gjë? Po për korrupsionin dhe mënyrën për hapësirën në media do zgjidhet? Dgjoj, do ta lë ta bësh të, shiko, ta bësh të gjë, është naivitet. Pas të sqarojmë një herë, e di e mora vesh, por ju s'ka rëndësi fare çfarë sistemi është. Megjithatë, për njerëzit që na dëgjojnë tani, ne prapë do t'ja u themi. Atë ta themi kështu. Ta themi ndryshe. Po kërkojnë të bëjnë gjoja një sistem më demokratik, pa ndryshuar gjërat në thelb. Po, jo, më demokratik pse, sipas tyre? Po sepse e kanë shuar qëllimisht debatin në mënyrë naive, aty për thënë që problemi në Shqipëri nuk është korrupsioni, kapja e medias, oligarkia, po janë listat e hapura, është sistemi zgjedhor. Po se ky është problemi? Nëse ne kemi sistemin proporcional kombëtar komplet me listat e hapura, sërish nesër duhet fiton Rama me burimet që ka Rama, me parat që ka Rama, me gjithë korrupsionin nga pas që ka Rama. Dhe ti thua që Rama të pranoj tani të bëhet me listat e hapura? Tani Rama, këtu është një problem tjetër, se këtu është pazari. Po në këtë formë si troni bitë të dali Rama jashtë loje. Jo, nuk po them këtë problemi Rama të naiv. Po Rama do marrë diçka që e shpjegojmë pastaj. Ne nuk ulemi në tryezë me Ramën dhe nuk bëjmë pazar me Edi Ramën. Madje i bëjmë thirrje dhe PD-s të largohet nëse PD ka kuptuar, por me sa duket PD-ja po bën një pazar për mbijetesën e vet politike, por thelbi është këtu. Doli Gjiknuri. Çfarë tha Gjiknuri? Mund të bëjmë çdo gjë po me një kusht. Të ulim numrin e deputetëve. Me ulje numrin e deputetëve, Partia Socialiste dhe Rama ka shansin që të realizojë ëndrrën e vet kapi sistemin e drejtësisë. Se riformaton Republikën është. Pra, nga një anë PD-ja kërkon të na eliminojnë politikisht me një prag të lartë, sepse nuk e thon sa është pragu dhe ky është kurthi. Sa mund të jetë 5%, pak a shumë. Po nëse e vëm 5%, sa që është në Kosovë, se po marrin Kosovë. Prandaj them 5%, po. Referencë, asnjë prej partive të reja politike që janë sot nuk do ishte në parlament, se asnjëra s'ka marrë 4%. Ja kaq pra sapo e shpjegove. Në rregull. Pra e kupton, ky është pazari. Pse nuk e thon pragun, Arjan? Po mos është herët ndoshta? Po do ta thuash sepse ti nuk ka kuptim të propozosh një sistem elektoral që ka komponent një zonë, që ka komponentin e dytë ka pragun. Pse se thon pragun këta? Prit, po tani kjo bëhet fjalë për 2029-ën, ëh? Për 2029-ën, kuptoj. Jemi akoma në 2026-ën. Po. Mos është pak herët që ata të hapin letrat, të hedhin kartat e Vixhozit tavolinë që tani? Jo, çështja është kjo. Pasti Beti sa do jetë? Jo, çështja është kjo. Beti, ata s'ka dar Beti. Po prish punë ta bën brenda edhe këtij sesioni. Si Vixhozin tani i thon Beti pse ku të bëjnë kështu? Sepse sistemi ndryshime mund të kapin edhe për reformën territoriale, sepse ajo është një pjesë pazari, si do ndryshoj harta. Po sigurisht. Pra do bëjmë edhe ca bashki që ti ajo është më maja, është e papara ajo. Dhe në bazë të kësaj, ndryshoj edhe kjo pjesa tjetër dhe mund ta bëjmë brenda korrikut. Por o kapri, prapë gjë nuk kuptojmë. Pse këto ethe 3 vjet para zgjedhjeve, nuk e kuptojmë këtë gjë. Nuk ka lajme të tjera apo si është puna? Po sepse në Shqipëri, përmes sistemit dhe mënyrës kapjes së medias, të kapura janë tashmë e sistemit, duan të garantojnë paprekshmërinë politike. Mirë, për ka thënë ju pse jeni të shqetësuar 3 vjet përpara? Se mirë ata që kanë mundësi ta bëjnë se kanë votat. Po sepse, dëgjoj, po ne kemi treguar që jemi serioz pra. A se vën dyshim pra. Po në çdo lëvizjen tonë politike ne kemi para. Po në politikë ka prioritete. Jemi 2026-ën, zotëri. Zgjedhja janë 2029-ën. Ti jemi gjallë deri atëherë kur thon. Ne kemi filluar punën që 2 ditë më fundimit të zgjedhjeve. Qartë. Pra ne jemi në një projekt serioz politik. Ne po e tregojmë se çfarë po bëjmë në parlament. Ne po e tregojmë opozitën që po bëjmë. Ne po e tregojmë se sa po rritemi. Dhe e kemi seriozisht në atë që po bëjmë. Pak nga pak, sigurisht.
se besojmë se kjo është rruga e vetme për të thyer sistemin politik në Shqipëri dhe për të sjellë një ndryshim. Jeni sigurt që kjo është rruga e vetme o Kapri? Kjo është rruga e vetme, Arjan. Paktën, a është provuar 35 vjet e njëjti model? Të provojmë të modelin tjetër pra. E pe çfarë ndodhi në Hungari apo jo? Për 2 vjet. S'kishte as i deputet Peter Magari. Fitoi sot me 2/3 atje, për 2 vjet. Edhe nuk u ankua Peter Magari për sistemin. Jo, ju mund t'jeni Magari brenda PD-s, që mund t'i merrni PD-n doktor. Ka dëshuar emrin ai, dhe tani thosh Magjar. Jo, mund ta shqipërosh në unë po ja them Magyar, Moxhari thon disa, por nuk ka rëndësi. Pra, ai nuk ul asnjë me Orbanin tavolinë. Orbani bëri sistemin elektoral siç e donte Orbani. Orbani bllokoi mediat. Dhe ky profitoi. Orbani uli numrin e deputetëve nga 400 në 199. Dhe ky profitoi. Nga 400 dhe bëri 199 Orbani. Po, e uli me 2 fish. Dhe ai profitoi zgjedhjet. Nuk u ankua kurrë për sistemin, nuk u ankua kurrë për pragun ose për këto, por tha një gjë të vërtetë. Tha na duhet ndryshim në këtë vend. Dhe e realizoi të ndryshim. Tu në Shqipëri tani, në vend që ne të flasim për një ndryshim të vërtetë në sistemin politik, ne flasim për sistem elektoral dhe për prag të fshet për të goditur forcat e reja politike, në mënyrë që të garantohet bipolariteti, njëri të garantojë monopolin e opozitës, tjetri me sa duket të vazhdojë në pushtet, dhe pse jo, me uljen e numrit deputetëve nesër, të japi vetes një imunitet shtesë, mund të bëhet president nga populli, s'ka rëndësi, por megjithatë të kapi sistemin e drejtësisë, sepse ne dimë që Rama ka një siklet të madh tani me spakun apo jo. Pra, mua pavarësisht se ti nuk e di jam i qartë apo jo. Jo, shumë i qartë. Okej. Po, nga pozicioni jot, jo, jetëmërsisht i qartë, dhe i kthjellët, kristal. Por ndërkohë, duke folur ti dhe duke shprehur qartësinë tënde, unë ndërkohë shoh dhe kthjellësinë e zotit Rama, i cili gjithashtu është i kthjellët dhe e di shumë se çfarë do. Pikërisht dhe ky është një argument. Di emrin e veprimit ai. Ky është një argument. Tani, hajde marrim. Dgjoj. Tani, hajde marrim sa herë që opozita është ulur në tavolinë me Ramën në 10 vitet e fundit, s'ka rëndësi. Çdo produkt që ka dalë aty, ka dalë në favor të Edi Ramës. Normal. Dakor? Pse në favor të kujt do dalë? A u lobua fort për atë votën e diasporës, po e marr unë si shembull tani. Na duhet vota diasporës, se diaspora do sjellë ndryshimin, është opozitare. Rama do ta bëjmë po siç dua unë. Edhe votuan siç deshi Rama. Po normal. Çfarë doli? 60% e gjithë diasporës votoi për Ramën dhe mani mend në Greqi 80% për Ramën. Dhe vota diasporës cimentoi Ramën që e çoi deri në 83 mandate. Normal. Pra ja dhan tani. Pra ti klapa i bëri fushatën dhe Rama. Per. Po kjo është naiviteti i Tikut, pra se Tiku tani propozon edhe prag 4%. Se Tiku mendon se ka marrë 4% me koalicion. Mendon Tiku se marrë prag 4%? Se Tiku e propozon pragun 4%. Se Tiku çfarë thotë? Të ketë prag 4%. Po pse e do Tiku këtë? Po sepse koalicioni ti në zgjedhjet e fundit mori rreth 4% të votave. I koalicioni. Po. Jo partia. Po. Dakor? Se funksionon vetëm kur ka koalicion. Jo mos ka rëndësi, ka një prag 4%, mund të jesh koalicion, parti nuk ka rëndësi, se ndryshon pak rregullat. Në rezultatet Një sekond tani. nuk ka qenë rezultat që ka dalë vetëm nga. Jo, qartë. O Flogert, më thuaj të lutem të ndryshimi tënd rreth kësaj ngjarje sepse Kaprin e dëgjuam. Jo, nuk e di është ai qartë dhe për dy. Shumë i qartë. Jo, ti të thash për ishte kristalo, por më i qartë se ka I vetmi problem që kam unë është që Eraldi ishte shumë i qartë dhe unë duhet ta amplifikoj sa të mundëm atë që thotë Eraldi sepse jam plotësisht dakord. Dakord. Po. Domethënë, ka i diferencë mes marrëveshjes dhe pazarit. Dhe ti e ke korrekt. Në fakt, në thonjza duhet ta vija dhe unë ata nuk jam dakord. Jo, pa thonjza fare. S'ka thonjza. Sepse fjala pazar ka konotacion pejorativ dhe fatikisht unë nuk është se jam shumë i bindur 100% që një njeri që është në opozitë, pavarësisht se si është, pavarësisht se çfarë hallesh ka, pavarësisht se ka të vështirë të vinë në pushtet, prapë të bëj pazar. Nuk prapë duhet ruetur një etikë. E di pse është pazar? Duhet ruetur një etikë. E di pse është pazar? Në momentin që ti thua që nuk kishte zgjedhje, po kishte fars, sepse paratë e krimit, korrupsionit dhe administrata publike ishin ato që quan kundërshtarin tim drejt fitores, ti nuk mund t'ulesh të ndryshosh sistemin. Këtu ka drejt Eraldi. Qartë. Pra, ata thonë që Rama i bleu votat me paratë e krimit dhe të korrupsionit. Atëherë si do e fitosh ti me sistemin? Atëherë, në qoftë se ti futesh dhe të ndryshosh sistemin, ti po legjitimon Ramën, jo, po legjitimon Ramën, po thua që ju kam gënjur deri tani, nuk ka patur farë zgjedhore për shkak krimit dhe korrupsionit, por ka patur zgjedhje të cilat na dëmtuan për shkak sistemit. Dhe kjo është ta legjitimosh regjimin. Unë nuk e kuptoj, nga njëra anë unë do protestoj vazhdimisht kundër regjimit dhe nga ana tjetër ulem me regjimin sepse
Na e ka fajnë sistemi. Po s'ka lidhje, o Flokër, handikapi edhe madh. këtë mund ta rezolvojmë. Mund ta japi regjimi pushtetin tavolinë. Edhe në luftrat më të egërta në këtë planet, gjithmonë në mes të luftës ka negociuar palët, më nuk ka lidhje kjo. Po me çfarë kushtëzon ti Ramën? Pasur gjithmonë një ndërlidhje. Me çfarë kushtëzon ti Ramën? Më fal, me çfarë kushtëzon ti Ramën? Ke votat e për ta kushtëzuar? Ky është thelbi që unë do të pyet. Prandaj Të thash, je i vetmi që s'keni rrugë tjetër, je i sigurt që s'keni rrugë tjetër. Sepse sot Irani vërtet nuk ka flotën që kishte etj dhe amerikanët janë fuqia më e madhe, por aman mundësia e Iranit për dëmtuar amerikanët është aq e madhe, saqë ata prandaj amerikanët s'po fitojnë dot luftën tamam siç duhet. Pra do të them, ju ende s'keni menduar përveç anëve klasike, pra përveç manuari klasik të bërit të opozit, s'keni menduar me çfarë mund ta mini peng ju Ramon? Keni menduar ndonjëherë? Çfarë mund ta marrni peng ju këtë njeri? Ma ishte i fortë fuqishëm. Me të bërit me të bërit e opozitës së vërtetë. Po nuk është pengmarrja, keni gabim. Pengmarrja është gjë tjetër, është gjë tjetër pengmarrja. Nuk e ke idenë se sa energjia John Rama që të mbyset të vërtetën në këtë. Pikërisht pra, si e bëni ju që ai njeri të vi t'ju thotë aman të lutem, jo kjo, mos ma bë këtë. Po bëjmë atë që ne themi që nuk ulemi me të në tavolinë dhe s'kemi për të ulur. S'kjer fara i për këto molla. Puna është të detyroni. I bërim falë edhe zgjedhjen. T'jap një dhënë tjetër. 17-ën pa pjesëmarrjen e opozitës. Që do thotë që mungesa në një vend ose nuk është atë ndalon. Pra mund vetëm një infeli Flokër. Po. Që duke i dhënë ide narrativës, që këtu po bëhen rregulla të reja për lojtarët vjetër, rezultati direkt në mënyrë logjike është që lojtarët e vjetër do fitojnë prapë. Dhe nga herë ky ideja e perceptimit që me Ramën nuk fitohet, Rama fiton, Rama ka gjithçka, e ushqen fuqinë e Ramës, nuk është e dobson. Pikërisht. Tani për të arritur drejtën e thellë, kush është ideja opozitare që e dobson Ramën? Sepse Peter Maxhari nuk foli asnjëherë që ky është i fuqishëm, ky nuk mundet, meqense po e marrim si shembull për shkak të fenomenit që është bashkëkohë. Po, ai nuk tha në asnjë moment që shiko Orbani ka mediat ka këtë dhe më beso se unë njoh si realitet, Orbani ka qenë dhe më i fuqishëm se Rama, qoftë raport me oligarkët, me mediat, me administratën. Ka special Maxhari, se Maxhari ishte njeriu i Orbanit. Në filozofi. Po të kishim Spiro Palin do ishte bisedë tjetër. Spiro Pali është njeriu që mund ta kushzoj Ramën. Po tallesh ne. Vetëm po tallen fare, do flasim për të pas pak. Vetëm ajo i di gjëra. Po ju, me çfarë mund ta marrni peng Ramën zotri? Për ta përfunduar çan. Këtë s'po kuptoj. Do të bash peng tjetri më burr, pra një të fuqishëm, më falo. Se po flasë për njerëzit. Një të fuqishëm Omarsit. Flokër. Do ta mbash peng. Vetëm nëse ti di gjëra për të që ai të trembet. Këta po e mbajnë peng, po do ta them unë, se jo, do ta them unë si po e mbajnë. Agari dinte gjëra për Orbanin. Që bën një super filmim zotri, ti je shumë mirë. Kishte filmuar gruan e vet fshehurazi, e kishte regjistruar. Dhe përdori 3 vjet më mbrapa, ishte ndarë me atë grua. Pra, e kupton kupton që për të ardhur në pushtet nuk përdoren vetëm mjete politike demokratike, po përdoren edhe mjete të tjera. Duhet se s'bën sakrificë. Të mua më ngeli kjo këtej mbrapa, ju nuk doni të pranoni. Bëri opozitë të vërtetë. Ajo që bëjmë ne, po bëri opozitë të vërtetë. Jo, pra, s'bëri të vërtetë. Dëgjoj, kush do të sakrificë? Ai nuk luftoi me mjete politike, zotri. Pjesa mjete apolitike. Sakrifica jonë është kjo. Cila? Ne nuk ulemi në tavolinë për pushtet. Është sakrificë kjo në politikë. Jo, mund të vazhdojmë të rezistojmë në opozitë dhe të bëjmë opozitë të vërtetë. Se besojmë me sistemin e ri do bëjnë ata ju zëni fare as parlament. Ata sigurisht do e bëjnë, por këtë thoshin edhe në 2025-ën, nuk do jeni, a ishte basti kështu apo jo? E di si po e mbajnë peng. Sigurisht, mund të thash nuk i trembë me asë sistemi. E di si po e mbajnë peng këta. Unë them pse nuk kërkoni dhe rrugë të tjera që janë ekstra politike, që ai njeri detyrohet të mbajë të kjo është rruga, kjo, jo. Unë mendoj që ndryshimi vjen vetëm me opozitë të vërtetë. A mund të argumentoj pak? Duke sjell kontrastin moral të Ramës. E mja fuqi politike shtregosh sa dëm e bën. Në moment që Ramës nuk i bën dëm për ta marrë peng. Ju mendoni se kemi bërë dëm me Ramën? Ja, më ja ta them unë dëmin që po i bëjnë, se nuk po thuhet diçka, kemi ngel një rreth vit. Jo, nuk po thuhet, më jo, po edhe nuk arrin, edhe nuk po thuhet diçka që mendoj unë, jo se s'po thuhet gjë, se ju po thoni. Edhe kushtojnë, edhe kushtojnë. Nuk më kupton. Nuk jam i fanas këshilla. Edhe ajo po Eraldi nuk ka shumë nevojë për këshilla. Jo, edhe Eraldi vetë nuk do e thotë. Dëgjoj. Eraldi është shumë mirë, por nuk ka domosht ta thotë. Rama ka një dëshirë. Ti ketë të gjithë në tavolinë, dhe t'i ketë të gjithë në pazar. Të vetmi që po i prishin punë deri tani, janë këta dhe Arlind Qori. Nëse do t'i prishësh punë, ta them unë, nëse do t'i prishësh punë Ramës sot, është mos bëhesh në krah, mos jesh
në tavolin me të, po në krahun e Po pse doktor. janë ftuar këta në tryezën e... Doktori patjetër. Jo, në tryezën e zgjedhjeve, në tryezën e... I thon doktori forumi e Ermal-Hastimës që po merret me këtë, i ka ftuar këta, ka ftuar dhe qorin e reformës zgjedhore, mund të jeni. Jo, s'kemi qenë pra. Po mund të jeni kësa nate. Po pra s'kemi qenë. Nuk e kemi refuzuar, se tham nuk A, është dhe ju ka reform. ftuar. Po, sigurisht, janë ftesat publike të përditshme pra. Ti mendon se është reform, tani më fal. Ata jo të flasësh parlament, Ta do të Arian, Jam dakord me ty më. Erald më fal. Mua më mohuan Po interpelancë derisa nuk kemi fuqi oral, derisa s'kemi fuqi. Do bëj reformë zgjedhore. Derisa s'kemi fuqi ti bëni dëm me mjetet tjera ekstra politike, si mund të vras më kaq hapur se kaq? Si mendon që s'po i bëjmë dëm? Po fare mor. Mlodhëm 100.000 firma Nuk kanë mundësi, nuk kanë mundësi, Arian, nuk kanë mundësi. Ju duhet një brëndsh, ju duhet një magjar për ta bërë. Një parti quhet mundësia, s'ka mundësi? Në këtë rast jo, ju duhet një magjar që bashkuar me këta që nuk janë as me doktorin që bën pazare me Ramën. Ndoshta edhe Spiropali më emri nuk ka rëndësi, ka rëndësi akti. Pra këta... Për mua një koalicion me Spiroparin këta, sot do mini shumë... Ta si fillim... Ta si fillim duhet t'jen magjari i opozitës. Pra këta, duke qenë magjari i opozitës, mund të marrin nga baseni i opozitës... Pra këta luftën tuatisë, do da kërë me Ramën, do da kërë me këtej, me pjesën tjetër. Po, ku do rritën këta? Do rritën duke... Këta nuk kanë parat e Ramës, nuk kanë pushtetin e Ramës, nuk kanë asgjë të Ramës. Pra, Flogert, ti thua, këta nuk mund të merren, pra, nuk javnë të merren me Ramës, se nuk kanë asnjë mundësi për ta dëmtuar. Absolutisht. Këta mund të merren, këta mund të jenë varmisit e partisë më të madhe opozitare. Për shkuar pastaj... Të pastaj dy varmisit, Spiropali me këta që... Fala, e di pse, sepse nëse radio ta mbaroj se mos është e qartë. Në momentin që ju nuk jeni varmisit e opozitës, Rama do ketë përballë për herë një dikë që të bëj pazar me të. Ju duhet vrisni njeriu me cilin Rama bën pazar dhe Rama të mos ketë mundësi të bëj pazar me ju, po ta godit. Një sekond. Logjike saktë. Jo, një sekond. Ka një parim që dhe ne e respektojmë shumë, që është kjo. Nuk mund të bësh opozitën e opozitës pavarësisht në çfarë gjendje është. Jemi dakord. Dhe mos e bëni publikisht. Ajo që treguam ne edhe nga zgjedhjet e fundit, ne nuk u morëm me PD-n. Dhe shumë mirë bë. PD-ja u mor me ne. PD-ja u mor me ne. Ne nuk e marrim PD-n. Ne tregojmë kontrastin me PD-n dhe njerëzit e gjykojnë vet. Sepse betejja jon nuk mund të jetë me PD-n. Betejja jon është me Ramën. Ja, po atëherë nuk jeni me Ramën. Jemi opozitë. Jo, po nuk luftuat PD-n që bën pazare me Ramën, atëherë ju jeni duke ndihmuar Ramën të ketë dikë me cilin të bëj pazar. Ne nuk e kemi qëllimin vetë të sulmojmë PD-n, po nëse PD-ja bën pazar me Ramën, sigurisht është objekti jon pas. Këto janë komplekse. Ju duhet godisni çdo njeri që bën pazare me Edi Ramën. Që ti dilni përballë Edi Ramën. Në politik duhet mbizotroj parimi. Je opozit apo si opozit? Po kjo i duhet. Duhet. Kjo është diskut. Po kur ata bashkëverisin me Ramën, ju duhet i trajtoni një lloj. Ne tregojmë që jemi opozit dhe dim ta bëjmë opozitën. Jemi dy deputet që jemi sa për 20 aty. Kapri ndjes. Kapri nuk duhet të ndërpres. Kjo që po thuat ishte saktë më. Dhe kështu duhet forur publikisht. Populli do t'i flaskësh me këtë gjuhë. Unë po them. Paralelisht me këtë, jo publikisht. A keni apo mendoni strategji pa e thënë publikisht se si mund të dëmtoni njërin faktor ose tjetrin që të ngrijeni ju vetë? Kjo është pyetja që bëhet. Ne kemi marrë vota nga çdo kamp politik në Shqipëri. Në studimin e votës që kemi bërë ne. Po. Pastaj ju po thoni për diçka që ka ndodhur në të kaluarën. Po. Çdo lloj informacioni që ka dalë nga e djathta, që ka sulmuar fort PD-n, kushdo që ka qenë në krye të PD-s, ka dështuar. Po a ka dështuar, është e vërtetë apo jo? Po konteksti tani është ndryshe, ti e di. Po mirë, po kontekstin e prodhuam vetë ne, e prodhuam vetë. Dhe gjetëm momentin dolër, bun një bashkë këto të vetë përjashtuarit në PD, ka një ftesë nga ana juaj për të bashkuar tek ju? Se janë demokratë siç je ti dhe Agroni. Vetëm në bazë parimore. Parimore pra parimore, pra Saljani për shembull. E ka i ftesë publike nga ju për të ardhur tek ju? Nuk ka dalë kjo çështje. Nuk ka dalë kjo çështje. Saljani po bën betejën e vet në PD, le të vazhdojë. Mund ta bëni ftesën. Po unë nuk kam thënë. Po mbas e intereson Flogert betejë. Kanë ardhur deputet, tek ne kanë ardhur deputet, ish deputet, ministra që thonë duan vim të ju, ne nuk kemi pranuar. Nuk e kemi pranuar më hapur, se kemi besojmë te projekti politik. Ne besojmë që këto 35 vite që çka kemi kaluar, ndryshojmë një model të ri, si model edhe si konceptime dhe si parim. E bëri Albin Kurti në Kosovë, pse e bëni kaq të vështirë tani? Fundja botë shqiptare jemi, sigurisht pak në kontekst më ndryshe. Por është bërë 35 vite kështu, me makinacione. Po prapë, për shembull, Vjosa Osmani. Nuk vetëm farën, duhet jetë gati dhe toka. Patjetër, në moment që farat mbi. Po ama Vjosa Osmani, po e ushqen do ditë, po e uisin do ditë,
Po e plerojmë çdo ditë, pra pak nga pak. Ama Vjosa Osmani e bëri atë që... Do të kalojmë te tjetra. Do të kalojmë te tjetra. Pas parimore, ama. Po, dakor, po i rallë do Çfarë vetëm i fali dot. Jo, se do të kalojmë te s'kam kohë. Pa çere pora. Pyetja thelbësore është kjo. Po. Nuk i kthehet përgjigje pyetjes me pyetje. Pra çfarë të bëjmë, Rama është i fortë, sistemi është i padrejtë dhe ne jemi të pafuqishëm. Jo, nuk e thash. Problemi është si të bëjmë të fuqishëm. Kur të jepni zgjidhje kësaj, do e merrni peng Ramës. Mendoj unë. Atëra. Nëse ne fitojmë besimin e njerëzve, duke ofruar kontrastin moral, ne do arrim qëllimin tonë. Do doj pak kohë, sigurisht. Do dojmë pak kohë. Por nuk u themi njerëzve që do marrim 71 mandate në zgjedhjet më të afërt. Ne themi sigurisht do rritemi, do marrim më shumë. Po gabimin që të mbështesni të njëjtin kandidat për kryetar bashkie me partinë që po bën pazar me... Jo. Ku ishte gabimi aty? A mbështetet të njëjtin kandidat që sot po bën pazar me Ramën? Një sekond. Kandidatin, jo partinë politike. I tham, do mbështetesh partinë fjalë. Partija Demokratike u detyrua për herë të parë të 5 vite të pranojnë kandidat jashtë partisë vet. Kjo, a është një fitore jona apo jo? Mi bazë parimore. Dëgjoj, njerëzit nuk thonë që ishte kandidat komplet jashtë partisë. Për momentin u thanë... A do hynin politikë? Për momentin u thanë... Mundësim për një justifikim për dës. Doni nga shoqëria civile, ako e keni, prandaj humbëm. Ta kapim të anën tjetër. Mi dakord. Me të unë u them që për momentin sot, se kaprin do e kemi shumë shpesh, për momentin u thanë të gjitha, kalojmë te fabula tjetër, Ledio. Busqeshi, po, mos e meni të aq, busqeshi se nuk i dihet. Mos e dio tani Ragongu që doli Elisa? Fiks tani. Dakor. Me bereqet. Pas pak me Elisën. Një më 10 pa 10 po shkon ora, jemi në këtë P4, pjesa e 4 të emisionit, jemi live. Këtë emision diqeni dhe në YouTube për qefin tuaj me njerë sa të mbaroj, po më da qenë dhe live. Vazhdoni me pyetje tuaja, shumë mesazhe interesante për ty kaprim kanë ardhur, ka shumë njerëz që të duan shumë dhe më kanë çuar mesazhe dhe do të lexoj në fund të emisionit. Duke më kërkuar me komente, u bllokua kjo sot. Ledio, u bllokua kjo Totusi u bllokua. Po, lexoj një pyetje të paktën, me që njerëzit kanë merak. Ja, se do flasim për to, do lexoj pyetjen në fund. Tani, unë fakt e diskutova me Kullën këtë pjesë Flogert, Marsid. Po. Kapri pjesën e operacioneve që tani Shëbaz në një familje u dha drita e jeshile nga lideri i madh. Nga lideri shqiptar Edi Rama, i tha që po mund ta përdorni, por me kushtin i tha që të kemi mbrojtje ajrore se nuk kemi. Dhe ka thënë mira i dakord s'ka problem, po ky i NATO si ishte këtu. S'ka ambasadori, po. Kjo është marrëveshja e NATO-s. Si? S'ka thënë asgjë. Si s'ka thënë asgjë? Po s'ka thënë asgjë. Të thuash që ne do lejojmë... Takimi është bërë, pa di që është bërë. Dakor që është bërë, por... Ka i koordinim, fal. Por... Rama e ka thënë një intervistë për Politico. Po pra, sa po do e thoshja. Një ditë, po pra, ky orkestrimi se... Po, është spin gjithandej, është e spinuar komplet kjo, është e paparë. është operacion quhet. Ai foli dhe jashtë, ku ishte jashtë që foli që ne do të flasim me Rusin, sepse pas sa është Rusia, po i ta gjë është një lajm. Foli në Greqi atje, dha intervistë. Është një intervistë, në fakt e kemi dhënë me 2 tituj. Po në fakt, Ledio, por edhe për ishtë të kohës, këtë titull ti mund të alternosh me titullin tjetër. Njerë këtë njëra të dhe janë është e bukur, dhe e mbajmë një pjesë vetëm në YouTube, mos e vram mendjen.
Pra, erë pas tene, shumë shpesh Lediot i ndryshon këtë. Njerë në 1 minutë i ndryshon ato që se mundesh. Pra, para se ja fjallën Kapri, letë na frasi pak Flogerti, se të di radhën e ngjarjeve. Ky lloj spini Flogerti filloi ma shpjego pak, shkurtimisht, jo me... Rama ka dhënë një intervistë për Politico. Dhe ku ishte? Para sa ditësh që mbriti deri te kjo vizitë me... Ishte dje, pra është publikuar dje, mund t'jetë, është lehtësisht e organizueshme kur do publikohet, në momentin që i jepet. Rama sigurisht e di agjendën e asaj që ndodh në Tiranë, sigurisht që e ka ditur që do vi ambasadori i NATO-s në Tiranë, dhe paf një ditë para, ka plasur, në thonjza, intervistën e tij, ku ai thoshte që edhe për BE-n e tjera që do i diskutojnë, por edhe lejen, në thonjza, që Irani mund ta SBA-t mund ta godasnë Iranin nga Shqipëria, por duhet na mbrojnë nga ajri sepse ne nuk kemi mbrojtje. Normal. Dhe fill pas kësajt vjen ambasadori i SBA-s në NATO dhe bën një vizitë në bazën ajrore në Kutshov, bashkë me Ministrin e Mbrojtjes e tjera me radhë. Me Van Hornin, me këtë... Pra, në momentin që këto përputhen me njëra tjetrën, ku ai në një intervistë në mediat madhe bën këtë propozim dhe ai vjen, kjo gjëja merr formë dhe merr kuptim që a mos ndoshta nga ne do sulmohet Irani dhe... Jo do sulmohet, do përdoret si bazë logjistike. Për ta goditur, pra, Rama thot për ta sulmuar. Nuk goditet këtej, nuk godasin këtej. Thjesht avionët që bëjnë operacione andej, vinë këtu, furnizohen, marrin gjëra, lënë gjëra. Po ata... Ka nevojë të vinë këtu. Do jetë prapavi. Po nëse më... Unë po them si e ka trajtuar Rama. E di, po ta fusin në Rama në thonjza, na ka futur në luftë krah SBA-ve me Iranin, qoftë mund ta themi. Këtë Ramën e plot fuqishëm, vëlla. Ata shfrym pak, ky NATO-s, ujtek, ambasadori, ishte stacioni fundi i Shqipëria. Ky ka qenë në gjithë vendet e Ballkanit. Më duket në Bosnjë-Hercegovinë, 1. Ka qenë në Serbi 2. Ka qenë në Maqedoni e Veriut 3. Ka qenë në Malzi 4, edhe në Shqipëri në fund. Dhe nga burimet që mora vesh unë, burimet diplomatike, në Shqipëri është kërkuar të vi, ku kishte plan të vinte. I kanë kërkuar që, domethënë, qeveria shqiptare do donte të kishte një takim me ju andaj këtej. Ka ardhur, gjithsesi, se mundet mos vinte. Më mirë erdhi. Mund të thoshte, e di që qeveria ka dëshirë, por nuk kam dëshirë. Kjo më shumë për të demitizuar pak gjithë të kësaj flogerës, se unë i pari e kam mitizuar dhe e bëj me qëllim, me së duket tani ka ardhur koha që ta demitizojnë pak. Dhe për lajmi mirë që ka pranuar të vijë, do ishte lajmi keq i punë. Dakor. Sot do të pyes Erardin, por do jap një fjalë Marsitit. Ku është Thelbi se s'po kapi këtë? Ja, Thelbi është si ku është Thelbi? Thelbi do të dalë. E para njerë, Rama... Do dalim që Rama po e përdor për interesin vetë politik, pra. Kjo është Thelbi. Po prandaj do pyes aty për këtë, po tani jemi te dhënia e lajmit në fillim. Po. Dhe pastaj do vite ty, Marsit, dhe pastaj Kapri. E gjitha kjo për çfarë bëhet? Një sulm i Iranit hipotetik në Shqipëri, vëlla. Kulla më tha që parë, po patjetër, Ramos do ngrihenin pikët shumë. Do kishte njerëz të thoshin mos fajin e Kasaliu prapë, sepse ai na futin në NATO. Dakor, ai filloi solli mujahedinët. Rama solli më shumë, por çon si ka ai nis. Thjesht do ndryshonin prioritetet, nuk do shkonin deri aty. Tani Marsit, të lutem, ti si edhe si filozof që je, të lutem më ndërto pak një sken ku vjen një balistike e Iranit këtu, bie, ke mira të vdekur në rrugë, vëlla. Cili është reagimi i parë? Le të bëjmë pak eskatologjik, do thoshte Sebi. Po, mbrojtja kushton shtrenjtë dhe ka sakrifica. Sepse këtë marrëveshje, ose këtë deal, Rama e pranoi në kuadër të edhe të sigurimit të mbrojtje, ose të garancie. Po që të sigurohet mbrojtja, duhet ndodhi më përpara sulmi, pra duhet ndodhi dëmi, që të kuptohet se sa është nevoja e mbrojtjes për të riparuar dëmin, pra do përdorte një justifikimin e Kurbanit, ka filluar dhe karrierën e tij, pra që këta janë sakrifica e përfitimit të mbrojtjes. Pra shiko ku erdhëm. Sepse dhe pushtetin e ka fituar me 4 kufoma. Pra, bravo. Duke bërë dhe deal me atë për cilin i nxorën njerëzit shesh dhe për cilin shtriu 4 veta në shesh. Pra Rama e ka metodë të tij në sakrificën. Dhe kurbanët politike që ka bërë. Dhe kurbanët politike që ka bërë dhe piruetat politike dhe tradhinë e... Dhe tani kurbani i radhës është Shqipëria. Po normale. Unë shikoj edhe në këtë lloj forme çan, si një lloj magjie. Shiko Rama i bën magji shqiptarëve duke folur në arenë ndërkombëtare dhe duke u dukur madhështor. Problemi është këtu, ti mund të hysh në një dhomë me njerëz të fuqishëm të pasur dhe mund të veshësh një kostum të shtrenjtë. Po kur nuk je i pasur, fakti që je aty dhe që mund flasësh dhe si mi ditur nga ata, nuk të bën të pasur.
ama magjia që i bën shqiptarëve shkjo, sepse këtu vlen dukja dhe perceptimi. Edhe arma më e fortë e Ramës, krahasim dhe me ju dhe me partitë e tjera është kjo. Ai ka kuptuar që i vetmi realitet është realiteti që perceptohet. Është estetika, është forma, nuk është përmbajtja. Në moment që ti del dhe flet, ku dëgjon me Trumpin, me ambasadorët më të rëndësishëm në Bashkimet Evropian, me general, me ambasadorët me president shtetesh, më çfarë ambasadorësh? Me president shtetesh, ai e di që në fund të ditës prap ngel kryeministri i një vendi të vogël me rroga minimale. Pra ti thua këtu lëvizja është gjithçka, qëllimi asgjë. Asgjë, po. Ai luan vetëm me perceptimin. Qëllimi është të mbjetën pushtet prasë. Jo, po mbjetesa pushteti krijohet nga perceptimi i publikut. Imagjino, ti duhet shkosh dhe të mbrosh njerëzit që janë nevojë, siç e ke bërë dhe të përgëzojë në Rioll, ata që i bllokojnë. Gjithandaj. Dërkohë që ai shkon dhe ulet me liderët evropian. Perceptimi që krijohet është që ky është më i pranueshëm, ky është më i fuqishëm. Ky si thua është politikani që duhet sepse prandaj ulet në to tryeza. Ndërkohë që realiteti s'është kështu. Është ajo që bëni ju. Problemi ai ka kuptuar këto mirazhe, pra luan me mirazhet. Ai ka ndorë dhe zgjidhjen e problemeve, Raldi se ka. Ka gjë. Narrativa në fund, po të shikojmë funksionin çfarë zgjidhje i ka dhënë. Ne kemi sot ja të mbaroj Marsitin një sekondë. Ne kemi sot një vend, po të shikojmë realisht Flogert, zgjidhja cila është, a kemi sot një vend i cili ka GDP më të lartë? Jo ka ndorë, çfarë po e bën? Mos u dakord. Po po them ta kapim nga rezultatet. Vazhdojmë të jemi vendi nga më të korruptuar. Bravo, pra ai gjithçka që luan është si thua të bëjmë një mbledhje që të bëjmë dhe një mbledhje tjetër. Nuk luan me idenë kur do bëjmë një mbledhje që mos bëjmë më mbledhje. Po kur do bëjmë mbledhje që të bëjmë dhe disa mbledhje. Kjo është gjithë filozofia. Do ta mbash më këtë? Po. Pra, filozofia e tij është, strategjia e tij është, të bëjmë një mbledhje që të kemi pra mbledhje. Të bëjmë një mbledhje tjetër. Jo të bëjmë një mbledhje për të mos bërë më mbledhje. Pra të mbaruar një punë. Dhe mos harroni, Shqipëria është një vend që mungon ujë, filluan problemet e ujit në shtëpi. Ke besoj keni hapur binetat apo jo? Filloi krizë e madhe, pritet të jetë më e madhe se e verës kaluar. Do e zgjidhin vendi NATO-s në zgjedhjet e ardhshme. Në zgjedhjet e tjera, po në 2029 po. Tani kapri po e mbyll me ty vëlla, sepse miqt folën për të çështje. Ka disa gjë. Po e mbyll me ty. Ç'është e gjitha kjo? Ç'është e gjitha kjo? Mashtrimi i radhës apo jo? Duhet të themi një gjë. Futja në NATO është një nga rrjetet më të mëdha të shqiptarëve, sepse jemi në aleancën politike dhe të ushtarake më të rëndësishme të globit. Ishte një arritje historike. Dhe nuk që e bën u bën kohën e doktorit. Duhet të bënë në diskutim kjo. Nga ana tjetër duhet të themi dhe njerëzve. Mund ta fusim kontekst që gjitha vendet pothuajse gjitha vendet europiane kanë refuzuar. Po vendet e tyre që përdoren si bazë do dalë aty, Nuk e di cili vend ka thënë po, mund të ketë Polonia, ndoshta këto vendet baltike. Do dalë aty. Do të jo sepse ato kanë frikë nga, nuk e di se kush. Ato kanë probleme me. Po mund ta kemi një listë, lutem. Kush janë vendet që kanë refuzuar deri tani për Iranin? Duhet edhe t'i qetësojmë njerëzit nga shtëpit, ka pasur shumë lajme paniku në Shqipëri. Unë mund të them me atë përgjegjësinë time, si antar dhe i Komisionit të Sigurisë Kombëtare, që një sulm i mundshëm nga Irani drejt Shqipërisë është në kushtet pothuajse të zeros, kuptimin balistik. Mund të ketë ndonjë problem ku diun për sulme brenda për brenda, po Kulla thot ndryshe. Pra është tentuar, po janë neutralizuar. Fal bashkëpunimin që kemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kështu që nga kjo pikpamje do ta themi. Ne s'kemi mbrojtje ajrore, më çdo të thonë kjo. Tani këtu ka një a bën mirë Rama që thot, "Okej, ndryshe nga Europa apo jo? Na mbaj qendrim politik." Ta mbaj unë qendrimin politik tani, këtu. Kjo është pra. Marrëdhënia jonë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është vërtet strategjike. Por unë mendoj që çdo lider shqiptar që do guxonte të thoshte jo amerikanëve, do ishte sakrilegj. Në kontekstin e Ramës është diçka tjetër. Cili është kontekstin e Ramës? Po ti po t'ishe kryeministër. Do i thosha po ma. Okej. Nuk kemi unë e thënë. Pra Rama më falë se të thasha. Rama fatikisht më falë. Megjithëse ka probleme. Po mund të na penalizojë rrugën në Bashkimin Evropian? Jo. Edhe po mos kishte thua ti, do i thoshte prapë po Amerikës. Pra nuk futet çështja e halleve të Ramës. Jo, një sekond. Jo, futet tani. Po s'ka si futet pra, do i thoshte po. Doli Flogerti në diçka tjetër, ka që na rrezikohet rruga në Bashkimin Evropian. Po, o me bordin e paqes, o me bordin e Bashkimit Evropian. Rruga në Bashkimin Evropian na rrezikohet nga Rama dhe faktin që Rama i tha jo imunitetit të Ballukut. Dhe Rama, duke parë që evropianët mund të vendosin të në një barrierë të thonë që ti nuk po lufton korrupsionin, sepse në të parin rastit çoi Spaku për arrestimin ministrit, i the jo, Rama atëre bën servilin e amerikanëve, më shumë se që duhet, se ne kemi atë. Po flet Trumpit, ai ta mbaroj tani, lutem. Edhe për Ruskin, futet pak që ka thënë për Ruskin, po. Në çdo rast, çfarëdo kërkesë që bëjnë amerikanët, ne u kemi thënë gjithmonë po. Dhe Rama po u thot po. Rama po e bën edhe pak më. Po dhe Europa për herë ju ka thënë po. Këtë rast Europa ju thot jo.
çdo luftë që kanë bërë amerikanët gjithmonë kanë ndërtuar koalicione, si në Irak, si në Afganistan. Po jo gjithë Europa në blok kundër. Nuk kanë përfshirë NATO, ne kanë përfshirë NATO në Irak, në Afganistan, jo. Gjithë Europa është në blok kundër. Kanë ndërtuar koalicione, edhe Trumpi po ndërton një koalicion. Ne jemi në atë koalicion. Po. Edhe do votonim dhe ne me. S'është asnjë vend i Europës më. Jo, një sekond. Kur ka ndodhur ndonjëherë, po ma thuaj kush është? Kur ka ndodhur një herë të vetme që amerikanët hapin një luftë, Europa në blok të jetë kundër? Asnjëherë. Ka një konflikt me vendet e Evropës. Asnjë vend ballkanik nuk është. Edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës është evident, po kjo nuk është se ka çfarë aleancë. Dakor? Ledio, kemi dhe materiale që të treguan në ekran, a? Tani, ai, më fal, mos të jajmë mallet botës, për Melonin, jo, për hallin tonë po flasim pra. Trumpi tha për Melonin u zgënjeva, për atë Sanchezin e bëri qepaze. Për Macronin e ka bërë qepaze. Edhe ne nuk i kemi shpallur luftë Iranit tani. Jo, pra jo, e kam fjalën që ne pozicionimi me sigurisë dhe integrimit, Rama ka zgjedhur sigurinë. Ti thua këtë do bëj edhe unë. Në rregull, edhe si e gabim, ë? Edhe Meloni që kundërshtoi, nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës duan të përdorin bazat në Itali, përdorin pa pik problemi në kuadër të NATO-s. Mos jemi naiv. S'është e NATO-s. Tani çështja ashtu, Rama ka një problem. S'është NATO në luftë. Rama ka një problem brenda këtu dhe me Bashkimin Evropian për shkak të vetos që vuri ndaj Ballukut. Dhe po përdor ekstra servilizmin e tij politik ndaj Shtetit Bashkuar të Amerikës për ndikuar përmes tyre që të hapi rrugën e Evropë, kaq e thjeshtë është. Kjo Balluku është pak kot. E ke vënë re? A se ke vënë që ka një gjëje? Ta them unë. U tha në 2017, ja më dëgjoj mua. U tha në 2017, po nuk u hoq imuniteti Tahirit, nuk hapen negociatat. Doli Tahiri, po prit. Doli Tahiri, po më dëgjoj pra Perlën. Doli Tahiri, i la gjitha dhe mandati. Nuk u hapen negociatat deri në 2021 se kishte hallë, po se filloi pra përdorin këto. Ose ti vazhdoi të ishe një vend i korruptuar sërish. Ali, po nuk ishte problemi Stajmiri pra po them. Pra nuk është problemi i emrat. Jo. Se Marta Kos deri dje thoshte Shqipëria është avangard dhe po bën namet. Tani thot për Malin. Dhe tani që Rama shkon në bordin e paqes, Marta Kos është Shqipëria ka ngec. Ngec Shqipëria kur shkon te Trumpi, po nuk ngec kur është me Europën. Më fal. Ku ke parti? Ishte i qartë. Betejë ndaj korrupsionit në këtë vend është çelësi për ty në Bashkimin Evropian. Nuk ka rrugë tjetër. Pse na thonin po bëjnë përpara kur kishte korrupsion para 5 muajsh? Ty të kërkoj Prokuroria Speciale e ngritur nga Perëndimi arrestimin e një ministri në detyrë për të parë dhe ti thua jo. Me i blokon imunitetin në parlament. Ti thua jo Evropës të rast. Dhe Rama ka një problem tani. Nuk po manget të për të kaluar të problem, po rrite e jotja, je në regull, po po manget. A ishte e rënd letra e Ramës me Vučićin? Mfal, pse Marta, mfal, a bie dakord me Marta Kos? Çfarë lidhje ka Shqipëria me fjalia e fundit me Eraldin për ta mbyllur. A bie dakord me atë që thoshte Marta Kos para 7-8 muajsh, përpara se të ndodhte bordi i paqes, që na ngrinte neve në qiell dhe ne kemi diskutuar këtu se pas kemi ditë sa mirë që jemi. Ishte mesazh inkurajimi. Dhe tani, jo çfarë inkurajimi, po thoshte reformat këtu po bëhen nami. Deri në atë moment. Dhe këtu sa shkuan bordin e paqes, doli Marta te Shqipëria ka kaj problem. Nuk kishim atë luftë të Ramës me Spakun. Lufta ka filluar ka qenë lufta ka Beliaj, Akshit edhe Belinda Balluku. Unë nuk jert, lutem sepse ku mbaroj. Ajo që do thoshja është kjo. Ne nuk e dimë komo ashtu ndodhi, Marsit më fal do të ja fjalën. Por gjithsesi jetim do mbetet arsyeja, jetimet do mbetet arsyeja sepse nuk u futëm, kur mos futemi. Sepse dikush do thotë su futëm për të arsye që thua ti, dikush tjetër si Frogeri do thotë su futëm sepse është geopolitikë. Po e thon hapur. Ta themu të vërtetë që gjithë e kuptojnë dhe asnjë sa guxim ta thotë. Ta pranoj atë. Sepse këto çështje janë si puna e shprehjes së Samsonit, që korrupsioni nuk është i keq. Korrupsioni është i keq kur unë nuk kam i përfshirë. Qofse s'futemi do thotë që dikush tjetër është përfshirë, ata kanë ngelur jashtë. Marta Kos, ishte mirë, korrupsionin po e them në kuptimin e interesave e diskriminimit pozitive, jo korrupsion në kontekstin negativ që marrë jap diçka. Pra, kur ndryshojnë mendimet, si nata me ditën për çështje muajsh, nuk është që thjesht këto kapituj që hapen ose që mbyllen ndryshojnë për 2 muaj. Ndryshojnë interesat dhe prandaj është aq radikale kthesa. Tash do të kemi guximin ta pranojmë këtë gjë. Nëse gjithë e kuptojmë, bëjmë sikur s'kuptojmë, rrotullohemi, ta japim kontekstin. Ta japim kontekstin deri në atë deklaratë. Po, këtu prokuroria e posaçme po duket që po lihet të punonte. Dhe për Bashkimin Evropian dhe për ndihmën, lufta dhe korrupsionit është kyçi. Në momentin që u godit Erlion Veliaj, Akshi dhe Balluku dhe Rama e shpalli luftën drejt për drejt drejtësisë, Kapri. Këtu ata thanë stop. Kjo është vije kuqe. Dhe ka thënë që është vije kuqe. Me gjithë dashurinë tani. Dhe të lutem, mund ta ngrëm pak nivelin? Këto e dim. Po nuk e kam ftuar për këtë sot. Unë e kam ftuar për lojën që bën ky.
Ta shpjegova pra tani. Prit tani, të lutem, mos u fute një çështje, e morën vesh atë. Po. Loja që bën ky vlla është një lojë që gjithsesi, edhe në qoftë se realisht do kishte probleme, është duke i mbyllur probleme, duke mbyllur dosjet. Afrimiteti tim me Trumpin në kohët më të vështirë të Trumpit, kur po e refuzojnë shumë njerëz nëpër botë dhe shumë lidera nëpër botë, mua nuk më rezulton. shënohet një sekond, pra ja ta them tani. Spanja, informacioni. Spanjë, Itali, Francë janë refuzime eksplicite. Kaq. Prit. Greqia nuk ka refuzuar, thjesht ka përforcuar bazën Sudabej në Kretë dhe po ndihmon me logjistik. Atëherë? Në fakt, tha disa fjalë të mira për Mitsotakisin ai. Trumpi e pas sot në një video. Polonia dhe Baltikët nuk janë pyetur sepse s'janë rrugës për në Iran, nuk janë në vijë ajrore, nuk ka informacion për vendet e Ballkan, përveç çfarë raportohet për Shqipërinë. Po nuk përbën lajm, Kjo është situata aktualisht po flasim. Shqipëria në çdo rast do thoshte po, nuk ka ndonjë lajm këtu. Problemi është se si po e përdor Rama këtë, atë që thua ti të mbylli problemet e veta me një servilizëm. Ai mund ta përdorte ndryshe më Ralt. Ai mund t'i thoshte jo amerikanëve për të mbyll hallat me europianët. Jo, po hallet i thoshte europianëve pastaj që europianët i thonë hiq imunitetin e Ballukut, ai nuk e heq do të mbrojë vetëm. Po ja thonë europianët, po nuk ja thonë amerikanët. Ku e dini ju që se thonë tani? Më vjen keq. Se nuk e kanë thënë or ditën fal. Po e kanë thënë amerikanët nuk hoq imunitetin fal. Ditën që britanikët ditën që nuk hoq imuniteti Ballukut, Ramës e kanë thënë këtu në këtë emision, interesoi heshtja ambasadës amerikane. Shëbaja post se sa zhurma e ambasadave. Shëbaja e Ralt, shëbaja e post bordit paqes. Më fal, një sekond. Para një javë ishte Spaku në Washington, më çfarë po thoni ju? Çfarë ishte? Para një javë kreu i Spakut ishte në Washington. Edhe? Si edhe? Edhe çfarë? Pas kanë mbyllur derën këtu? Po themi atë më. Po thoni të njëjtën gjë. Edhe me këtë edhe me atë. Kur erdhi Trumpi në pushtet, e mbani mend që si tha Rama tani, ikën amerikanët, tha s'ka më Spak tha. Aldi, nuk ka ose. Që kur erdhi Trumpi, u godit Veliaj, u godit Akshi, u godit Balluku, tani është Europa, është Amerika. Faktet flasin të kundërt. A kalojmë në një nivel më lart? Po patjetër. Mos ndoshta Spaku është krijuar mbi të gjitha. Që Rama të mos thotë jo? Të themon diçka? Të mos thotë jo amerikanëve për shembull, të mos thotë jo edhe europianëve për shembull. Ne urojmë të ketë guximin të thotë jo. Ne urojmë këtë gjë. Ta ketë guximin të thotë jo. Por ne besojmë. Unë si thotë jo më kur. Unë besoj. Se e kanë kapur. Akoma se kupton, prandaj është. Po kjo bën pjesëmarrës ata në lojë. Unë besoj vetëm. Patjetër, në lojë patjetër. Në lojan. Unë besoj. Nuk kanë fare qëllimi që të razojnë më. Dua thjesht ta shantazhojnë që ai të uli kokën dhe të pranojë çdo gjë që po të në real politika, ç'është interesa shumë futbollistës. Po ajo dihet. Ç'është kritesë të mirë të keqes. Po jo me vetëm interesa shumë të diskutohet. Urdhë kapri. Unë besoj. Mbyllë ti emisionin sot. Okej. Unë besoj të gjë. Po pris, të mbyllim dot. Se nuk them asnjë fjalë për Rusin. E Peça i bëri Bashkimin Evropian. Nga Greqia, të ajo intervista Afrogert. Po Spiropali është dakord pas këtë thonë. Prit, do flas me Spiropali në fund. Po, flitet edhe që Putini është entuziazmuar dhe i ka thënë duaj fotot e Edi Ramës në zyrë. Tani, dëgjoni. E Peça i tha, ne flisim me Rusin. Po lajmi tjetër që dëgjova unë sot. Trumpi që ka ftuar në dhjetor. Trumpi, nuk e di, duhet konfirmuar ky lajm. Trumpi pas ka ftuar Putinin në dhjetor në ç'a G-ja është ajo? G8. G7 është? Po jo në G7, në një event tjetër do bëhet në dhjetor. Tanisa më duket shikoj çik. Një sekond. Edhe janë çmendur ta të gjithë. Bile dhe Meloni kishte thënë jo. Jo se nuk është momenti, kishte thënë për të ftuar Rusin. Tani ky flet fiks në momentin që Trumpi fton Putinin në ku do bëje më. Dhe ritakon ambasadoren amerikane në Athinë, Arjan. Po ti përveç asaj. Jo, po. E kam këtu në Miami. Kanale komunikimi. Prap në linjë Rama amerikanët në G20 në Miami, do bëhet në dhjetor. Dhe e ka thënë që do jetë Putini. Dhe këta alarm në Europë. Pra, pa dashur ta mitizojmë, unë jam i pari që kam bërë këtë gjë. Ndoshta nuk kam bërë mirë. Tani, po themi një gjë që prap nuk e besoj, sepse ai prap është i fuqishëm. A kuptoni si po luan më zotri? Dhe ju që i hoqët më falo kapri, ju që i hoqët, ju të vetëm dëm që i bëni këtij, di çfarë është? Që i bëni gëzgëz të veshi, flogert, marsit. Po. Ky shkreti, ore, mua vjen dhe keq për këtë më burr. Pasioni ti në jetë cili është më, flas për kryeministrin e Shqipërisë. Është të flasi me botën, është jetë jashtë, është iki nga ky vend, se ky vend është i mërzitshëm, është i vogël, nuk i ri, nuk është kostumi i tij, është kostum i vogël. Ai do të iki, kishte lënë Ballukun e shkret, e cila punonte për së vërtetës, pavarësisht nga gjërat që i dolën e kështu. Bënte punë, ajo firmonte gjithçka. Çfarë u bë?
çfarë i bëri Spaku sa bukur më burr. I hoqi njeriu që firmoste. Ky të deruar tani të punoj pra këtu me gojima të firmosi ky vetë më burr, e kupton apo jo? Dhe në kryeministri nuk bëhet asnjë punë më marrësi që kur s'është më ajo më. A the të arrisim pak nivelin apo jo? Dhe ti kujton se unë e ula, unë tani po arris shumë. Tani jo, nuk puna. Ky shkret mundohet të ikë realitetit. Ju nuk po e lini. Më the që e kemi mitizuar dhe madje vetëm shumë fitojnë duke lënë t'i jashtë. Po lëviz, mund të. Ç'punga imi të vënë, do me ditë ai as ka ide se ç'bëhet tu fare më burr. Ai do vetëm gjyrat në fund kullave. Kjo e verdh, kjo blu, kjo e kuqe, kjo mix kaq. Sipi me këta një që shkoi nën, që ti ishte sa më larg dhe botës. Faktet flasin të kundërtën. Ju e kthehet prap në katunde, kupton? Faktet flasin. Ai kishte koqi, i kishte ikur. Faktet flasin të kundërtën. Fillimisht kur ishte Biden në pushtet, që ishte krijuar dhe Spaku këtu, dhe Spaku kishte një vëmendje më të gjerë tek opozita atje. U thoshin që Rama ka kapur Spaku. Erdhi Trumpi, tha Rama tani do e shkri Spakun se s'ka interes, se ja dhe Sazani, familje Trumpit etj. Budalliqe të gjitha. Ka ndodhur krejt të kundërta gjëra. Unë thash, Veliaj, Akshi, Balluku goditën që ishte Trumpi. Dhe kanë ardhur në sekretar shteti, kanë ardhur në Shqipëri në 2-3 raste, kanë mbajtur në SPAK. Pra, ky personi që ju e mitizoni, ka mundësi që nuk shpëtoj të Ballukun, pyes veten. Sepse e di shumë mirë që nuk është godit Ballukun, morva. Sepse po goditet ai pra. Pra, pse po goditet? Nuk është mit pra. Pse po e godas? Po çfarë ka ndodhur Ballukut të herë? Sepse kanë kuptuar një gjë. Që ta thotë Që këtë vend o do e fusim në perëndim ose ky vend do marrë fund. Dhe këtë vend e ka marrë peng korrupsioni Arjan Çani. Dhe me proporinë speciale, me drejtësinë, ata do godasin korrupsionin në Shqipëri. Dhe këtë kanë bërë dhe kudo në lindje. Edhe shumë udhëheqës të tjerë në lindje, që kanë qenë shumë pro-amerikan, madje servil të amerikanëve. Më jep një shembull. Po Sanaderi në Kroaci, Ponta në Rumani, ai lideri tjetër në Poloni, një tjetër në Dhe gjithë këta që po thua ti, këto pas po kryej spekulimi juaj. Pse është spekulimi jon? Jo joti juaj në përgjithësi ka shumë njerëz që e thon. Është se ju këta, pra, kur e bëni këtë analizë, ose kur e sillni të fakt, i lini të kuptohet shqiptarëve të shkret që e ndjekin dhe të zgjuar, që e ndjekin politikën, që ja, ka pasë kryeminist atje, jo zotëri, ata ka qenë ish kryeminist. Jo, nuk është shumë, nuk është shumë. Ma falë, më gjen një kryeminist në detyrë ti që është arrestuar nga drejtësia, në këto vende. Po ma gjete, unë të them, të kërkoj ndjes publikisht, ma gjen një, s'ka asnjë. Po Sanaderi i fuqishëm çfarë? Ka qenë ish kryeministër. Okej. Po pse ndryshon shumë ka. Dhe ky kur mos jetë më, nëse bie nesër, patjetër do hapet çështja penale. Apo hapet rruga e rënjes së tij tani, më fal. Po rruga e rënjes për çfarë? Për të ndryshuar të vënda për goditur korrupsionin, patjetër. Jo më ka. Po jo më ka, sepse duan të përdorin Shqipërinë si në rastin e këtij të NATO-s që erdhi për bazën. Ore zotëri, edhe një herë, pra, kanë interesat e tyre. Po i kanë të garantuara. Nuk kanë lidhje me korrupsionin dhe me demokracinë. Edhe ti mendon se Rama po ja ucënon atyre këto gjëra? Jo, po Rama mund t'i bëhet pengesë. Pra, e ke parasysh, Rama nuk është i fuqishëm. Ne urojmë që Rama të thotë jo atyre. Po mund të bëhet pengesë. Edhe pa dashje mbase. Edhe pa dashje mbase. Edhe pa dashje. Ore, ne urojmë të. Po Rama ka zgjuarsinë që të shkojnë në varkën e më të fortëve në çdo rast. Ore zotëri, për Rusin, ma thua dot. Po prandaj Rama i shpëtoi të vetët nga Spaku. O kapri, fjala që fuqi. Kush janë ata të vetë? Po Velia nuk e shpëtoi dot pra. Ata qenë i vetë, po fal Kronos janë të fëmijë të vetë që ti ishte zoti. Balluku e shpëtoi dot. Po më ka shpëtuar. Kronos janë. Sa po thësh që ka shpëtuar, një sekondë se nuk dëgjohesh. Kronos janë të fëmijë të vetë që ti ishte zoti. Mirë po, thuaj njerëz kush është Kronosi? Kronosi është babai i Zeusit dhe perëndia i parë, i cili thuhet që ishte koha me fjalë. Dhe vetëm në mënyrë që ai ishte i përjetshëm dhe më i fuqishëm, ishte tante fëmijët e vet. Dhe Rama që ti jeti vetëm në atë varkën që thotë Fogerti, për shkuar kudo duhet lëshoj të vetën. Në këtë rast, sepse varka ka pesë mbaj vetëm Rama po e ha dikush tjetër fëmijët pa. Pra, nuk po i ha Rama. Se ndryshe do e lçonte Ballukun, se po e mbron Ballukun, pra është e kundërta. Nuk po i ha Rama të vetët. Kush i ha? Ai që urdhron vrasjen, ai që i vret. Ore të bëj një pyetje. Sigur Rama sot të dilte dhe thoshte, ne në këtë që po ndodh në Iran, me ku diun, ne vlla rreshtohemi me Europën sepse duam të bëjmë pjesë e BE-s. Kjo është linja jon. Rama s'ka bërë këtë. Do reagonte BE-ja, do i thoshte faleminderit. Toni si po luan, këtë dinamikë kemi plotësuar sigurinë ushqimore. Prandaj do futemi BE. Ta shpjegova. Kupton çfarë po luan këtu? Ta shpjegova tani këtë. Çfarë shpjegova? Kishte mbyll. Po Arjan, kishte mbyll 10 kapituj me këtë deklaratë. 10 kapituj, pam. Ka shkelur vijën e kuqe. Kush? Po ndal luftën e korrupsionit,
po cënon drejtësinë, kjo është vije kuqe e bashkimit. Son këto amerikanët. Dhe kjo është një interes i përbashkët. Jo, një moment aktuar mund ta shesin ata, po duhet mbaroj një herë punë. Dhe Rama, duke parë konfliktin që ka Trumpi me vendet europiane, po kërkon ta shfrytëzojë këtë për interesin e vet. Ka thjesht. Si duket ty kjo tani? Ma thuaj si njëri kështu që nuk je politik. Nga jashtë. Të dalë dot, mos se ka dalë tani. Nuk kemi prova. Si e ka dalë, ka 16 vjet pushtet, si e ka dalë. Ore, a imi po flasim tani për këto vite. Se si e ka dalë ai tjetër në pushtet. A e pat veljen në burg dhe tjerët në burg dhe fitoi prap dhe më rënd nga ç'kishte fituar më herët. Pra kaq. I le të shkojë dhe Belinda në burg prap më thella në 2009-ën. Pra, kjo është perspektiva. Për ta mbyllur. Fatkeqësisht. Dgjoj Kapri, se nuk duam të të kundërshtojmë se të kemi mik, po mes miq kundërshtohemi. Ne bëjmë shkëlqej më shumë për të kundërshtuar. Pra Kapri, ajo që mundohemi të kuptojmë të gjithë së bashku këtu është që në raste të tilla ku kemi të bëjmë me një njeri që është një super kameleon, dakor? Që ti të luaj për interesat e tij, se këtu ne nuk po themi që ai po luan për interesat e Shqipërisë, ore. Ta Shqipëria nuk ka ujë. Po këtu bijem dakord. Ore, Shqipëria nuk ka ujë, që është elementarja mo. Shqipëria nuk po mbyll dot 5 kilometra nga Tirana deri në Rinas, por dje ishte hapur ajo par dje. Ajo rruga, e kupton? U smeruan njerëzit. Ka 3 vjet. Shqipëria nuk po rregullon dot rrugët dytësore që ndodhet 90% e biznesit më të madh në Shqipëri. Dakor, që është pikërisht ajo rrugë. Po të kaloni te rrugët dytësore atje, është më keq se sa vendet në luftë, vëlla. Vende bombarduar, i keni parë. Pra, situata e njerëzve që jetojnë në këtë vend, vëlla, shkuthret Çameti, këtu jemi dakord. Ne këtu nuk po flasim sot për ata. Se kjo gjë dihet. S'kem se ju themi shqiptarëve gjëra që i dinë, që janë neveri në këtë vend, që s'funksionojnë. Ne këtu po flasim për interesin e një njeriu të vetëm, dakor, i cili ne edhe në pse është në këtë situatë, arrin të luaj kaq bukur mes të mëdhenjve. Kur do haj kokën, kjo është histori tjetër. Po sa të jetë në këtë pushtet, ai ka vetëm një mundësi për të rrëzuar. Që nëse një nga ju, ose nga brenda tij, do i bënte puçin që i bëri Magyari Orbanit. Duke i ditur gjëra, duke e shantazhuar, duke e bërë dhe duke arritë të marrë dhe vota. Këtë mos e harrojmë asnjëherë. Dhe tani ka prirë për ta mbyllur. Ta mbyllësh ti, se vajti ora. Flogert me 2 fjalë. Po Spiro Pali a është dakord me këto gjëra që po bën Ramsi, me këtë lojë të madhe politike që po bën Ramsi, me këtë politikë të jashtme që po bën, që po rreshtohet nga SBA dhe jo nga Europa, në dëm të integrimit. Besoj tërësisht e linjzuar. Ti thua, është totalisht dakord. E linjzuar, po Spiro Pali problemin e ka brenda me Ramën, nëse mund ta themi, me sistemin brenda. Në raport me politikën e jashtme, ka mbajtur dhe ajo të njëjtën. Thonë që e ka dëmtuar pra, sepse për këtë thonë Gojde Liga tani se nuk e dim që ka fol keq të ca ambasador pra Spiro Pali. Nuk e di çka bër, por Spiro Pali Arjan është e vetmja nga mazhoranca që ka takuar sekretarin e shtetit. Pikërisht pa. Dhe raportet e saj me SBA ka qenë në shtëpinë e Bardhë dhe kështu me radhë, janë takimet që janë publikuar. Pra, linja e saj politike dhe edhe ndash thuash edhe një lloj vokacioni i saj është më shumë drejt Washingtonit, dhe ka qenë përherë drejt, ndoshta nga që ka dhe studiuar andej. Pra, në këtë pikë thua ti, ku Rama flet për Rusin, flisni me Putinin, dhe ne jemi gati të bëhemi për amerikanët që ata të mundi regjimin e Iranit. Tu besoj se bashkohet. Janë bashkë thua ti. Marsi ti si mendon? Dhe pastaj kapri për ta. Unë mendoj që Elisa Spiro Pali ka dhënë gurin ose atë që quhet dikursisht në qumshtin në radhë që ditën që Rama s'do të aty është ajo. Pa domethënë sot Elisa Spiro Pali. Ashtu mund të ketë njerëz që ka vënë shumë gur aty, shumë shishe qumshti. Ka më të fortë sepse ka raporte ndërkombëtare kjo që flas. Edhe të brendshme, ka dhe mbështetje të brendshme. Biles ka më të fortë në mbështetjen e brendshme. E kemi thënë. Si themi dot drejtim. Po nuk e themi dot se qartë. Është pamundësi absolute. Është omertaj apo? Po. Dhe ajo që unë mendoj është që ajo është geniale, sepse pret që të gaboj Rama në mënyrë që të fitoj ajo. Pra pret që këto iniciativat e Ramës, pro Putinit, me idenë që shiko kujdes me këto pagesa që do i bëni ushtrisë ukrainase, pra që do të ulemi në negocim. Në momentin që kjo do të kundër Ramës, do dalë dhe do thotë që shikon kisha mendim krejt ndryshe, a thash, po s'më dëgjoj. Kështu që zgjidhja amun. Dhe Zelenski ka kërkuar takim Putinit dhe morë vesh lamin apo jo? Se Ledi nuk minxori më. Në një nga historitë më të mëdhaja, po që mos e lodhim shumë publikun, po e them thjesht thelbin, është njeriu që ishte më afër dhe që poshtroi më shumë i mbretit, i thot një ditë në një bisedë mbretit që shiko, ti për këtë punë këtu thjesht më bindesh, thua ato që dua unë edhe kjo është roli jot. Jam dakord, i tha, po mos harroj, tha, ditën që ti do jesh në maj,
Unë dojem krate dhe dojem aty që të të shtytë poshtë. Perl. Kjo është Elisa Spiropalis. Perl. Kapri, SBA bëhet duhem parë si ballë për ballë sot jo si aleat. Më vjen një mesazh nga një person që nuk e them dot emrin. S'është frika se Rama shkonte rusët dhe të kinezët, është se ai shkonte Brukseli. Zoti Çani, nuk na intereson për korrupsionin. Evazioni na mban xhepin me pak më shumë para për të paguar akcizën. Gjëja më e mirë që mund të na thotë neve si popull, Kapri dhe opozitarës sot, është që të kuptojmë, që të kujtojmë fushatën e Ramës në 2025-ën, me yllin e Bashkimit Evropian dhe me liderët e BE-s në Tiranë. Në 2029-ën nuk është çuditë të na premtohet se do bëhemi shteti 51 amerikan. Në 2027-ën vjen NATO këtu, në Qirallak. Mira, ajo është summit. Summit pra, po. Është tura ai që e bën summitin. Dakor, po. Zona e shtrydh. Këto janë lloj narrativash edhe për të shmangur nga problemi i vërtet. Nuk sillin asnjë gjë. Ti quan thjesht si ansore këto, nuk janë thelbi. Ansore dhe një nga fatkeqësitë që kemi është që zakonisht humbasim në për diskutime pa vlerë, që më kujton shpesh Kadaren se si zonjat e vjetra të sokakut të marrëve, Britanisë, Amerikës, nuk flistim për hallet e qytetit dhe hallet familjare, po që janë hallet e Inglizit dhe Rusit. Sa ato e dini shumë mirë që duke ditur hallet e atyre do kuptoni se çdo thënë Shqipëri. Ne kemi një realitet të vështirë këtu, në Gjirokastër, që ka nevojë për një ndryshim të vërtet dhe ne tani diskutojmë që të bëjmë edhe i 51 apo tash të merreshim pak dhe me gjeopolitikën duke u nisur nga Shqipëria, se nuk është keq. Mendoj unë. Tani. Dhe ti e ke dhe mundësinë Xhanam, se ka dhe tjerë që se din fare, po ti i di këto gjëra, ti thjesht je na shkruan. Shkataku i të marrëve ka qenë Vastefi pushtetit. Diçka. Tani edhe diskutimi që po bëhet Spiropalin është të njëjtën trajt. Spiropali nuk e ka shansin të jetë një magjar. Një Peter Magyar. Nuk mund të jetë. Nuk mund të jetë. Po pse? Peter Magyari u zhvesh nga privilegji pushtetit. I doli për ballati. Te doli. Po prisë, Spiropali është zonja Spiropali ka edhe vetëm ca kode. Ajo sërish është pjesë e gardës skënderberjane. E gardë revolucionare. Jo, e gardës skënderberjane të Skënderbeut. Qartë, e di më di. Të Ramës. Sigurisht, mbetet për të vlerësuar akti i saj se ka bërë një akt, me thënë drejtën. Po ka kujt ka shkuar më në Facebook? Nuk votoi për mbrojtjen sot ka shkruar, dje. Ka shkruar. Çka ka thënë? Shqiptarët duhet të kthehen. Një sekondë, ta marrëm një mendim tani se sa lat marrëm mendim. Ta marrëm një mendim. Po më fal kapi. Pra, nëse ka diçka për qenë të drejtë, për ta vlerësuar, nuk shkoi për të votuar një akt, për të votuar për të mbrojtur Ballukut siç bëri e gjithë PS-ja. Ashtu siç është shumë e rëndë, nëse është ashtu siç ajo thotë, po është e besueshme, që instancat caktuara të shtetit po sulmojnë familjarët të saj, zëmos nga tatimet të lidhura pra me segmentet e Ballukut, familjarëve të saj me tatime. Qartë. Dhe për të thënë asaj, kjo është opozita, në falë. Ne po sakrifikojmë në opozitë. Agronshehet i kanë mbyll bizneset në sa kohë që është në opozitë. Unë sot jam në gjyq me një nga njerëzit më të pasur, me nga oligarkët e vendit, me Bashki Mulaj. Se flasëm për rjollin, ka çuar në gjyq. Unë s'kam shkel kur ligjin jetën time, do të ballem me një nga njerëzit më të pasur të Shqipërisë. Pse flas për një të vërtetë, pse u kam dalë në krah disa njerëzve të thjeshtë. Elisa Spiropali nuk është nga këto. Elisa Spiropali pret ndoshta, ndodhi në një gjullurdi brenda PS-s, edhe të rri aty si pas shumshit. Në qoftë se zonja Spiropali e ka parimore, le të dalit të bëj betejë, nuk po e bën betejën. Dakor? Dhe ndarja e saj me Ramën nuk është parimore pra. Se tani ai po flet për skuta të errta pushteti. Po ndërkohë ishte në majën e pushtetit, ishte privilegjuar nga kryetari i parlamentit u bë ministre jashtme. Pra ishte numri 2-3 në PS. Në momentin që ajo e pësoi vet, tani thot ka disa probleme dhe ato problemet i thot me kode. Nuk del të flasi hapur. Kjo është. Faleminderit Kapri. E nise, e gjete? Ta nisa në qofse. A, e ke këtu? Ta nisa në WhatsApp, po. Ja një sekundë. Para 13 orësh. A, ka jetë para 13 orësh. Një sekundë, ku jo Flogert, po. Atere, shqiptarët që kthehen, thot. Ose pas ka të gjatë shumë Flogert. Po për që ka folur që mos e lexoj të gjithën unë? Flet për të rinjt që kthehen dhe thot në fund që shpresë rezultatet reale të progresit tonë nuk vinë nga fjalimet, nga ligjëratat, nga deklaratat, nga muhabetet, vinë nga merita, vinë edhe nga këto kthime, se janë kthyer disa. Nga këto njerëz që vendosin të punojnë dhe të ndërtojnë kur vinë me dijet, nëse tash. Shqipëria. Po ku ka edhe kunjë për kësaj radhe tani? Pra, ka ndonjë kunjë? Shpresa dhe rezultatet e progresit nuk vinë nga fjalimet, ligjëratat, deklaratat, muhabetet. Vinë nga merita. Po.
Ndërkohë që një postim më përpara thoshte që këtu nuk ka merit, nuk ka ligj, këtu ka vetëm urdhra dhe emrime. Është vazhdimi. Pra me kode. Ishte ditëlindja e ambasadorit britanik. Në pritjen e ambasadorit britanik në Tiranë, kështu fillon. Nikolas Obot. Isha e ftuar dhe unë dhe ishte ftuar. Ishte dhe Elisa atje? Po. Sepse ishte e ftuar përgjithsisht gjithë komuniteti i njerëzve të cilët kanë studuar në Britaninë e Madhe, në mbështetjen e qeverisë Britanisë së Madhe, unë jam një ndër ta. Dhe ishte edhe zonja Spiro Pali. Por prania atyre të rinjve aty ishte një dëshmi tjetër, e një dëshmi që zonja Spiro Pali dhe ajo nuk e tregon, që ajo është pjesë e një lloj varrose të gjithë aspiratës tyre. Dakor, sepse ata janë arsimuar dhe mbështetur nga një shtet tjetër perëndimor, që kanë detyrim të vinë të jetojnë në Shqipëri dhe rrugët i kanë të mbyllura. Kjo është. Që dhe zonja Spiro Pali ka qenë pjesë e kësaj. Divide e impera është thelbi dhe i vetmi shansi, jo opozita, kapri dhe mundësia të ndjekin mësimet e Cezarit, më thonë. Zaret janë hedhur. Zaret janë hedhur. Lede son jetem duket. Lede son jetem, po. Me që më të një batut që Zaret, ta këtëvami batut. Zaret janë hedhur, po bukur shumë. Digjo tani, doja të lexoja kapri sa mesazhe, por pa komente se po prap pyetja mbetet kur do e kalojë Elisa Rubikonin. Që është Rubikoni, për ata që nuk e din kaprin? Është lumi i famshëm në veritë e Italisë, për të cilin Roma e konsideronte sulm të hapur ndaj saj. Që çdo ushtri ose legjon që kalonte lumin në kuptonte luftë ndaj Romës. Dhe Cezari ishte i vetmi që e kaloi, do thotë që i shpalli luftë Romës, vendit vet, elitës vet. Kur po vinte nga? Senatit. Nga Galia, nga Franca. Që e kishte pushtuar. Që e kishte pushtuar pa lejen e vet Senatit dhe Romës. Dhe para se të vinte vet, dërgoi Mark Antonin. Jo, ishte bashkë Mark Antonin. Mark Antonin e la pasaj të qeveriste Romën dhe i vazhdoi të ndiqte Pompeon, sepse Senati ku me Pompeon poshtë në derisa mbritin e Egjipt. Trojet shqiptare. Derisa mbritin e Egjipt, ku zgënjye sepse dhe në Egjipt e vrau regjenti për të bërë qefin Cezarit dhe Cezari u ndje keq për këtë sepse të vrasë general. Jo, do të vrisja vetë. Si kur nuk e vrarë dhe mua, sa ishte general Romak, pra ti ke vrarë general Romak. Ai ishte vrarë, ishte një 14 vjeçar, Regjent, pra ishte regjent. Që quaj? Ptolemeu i 13 ka qenë. 14. 14, okej. Dhe Cezari mbështeti të motrën, Kleopatrën, që e vran pastaj këtë dialog. E vrau Oktaviani. Pyetja është, a ka qëllim Spiro Pali ta kalojë këtë lumë? Po pra, kur do e kaloj? Jo kur. A ka qëllim apo jo? A doje? Po shenjat janë pra, që po i afrohet Rubikonit. Se emër bukur ka lumi, Rubikon. Problemi është që zonja Spiro Pali nuk ka as legjonet. Nuk ka legjonet. Fabulën dhe moralin. Legjonet i ka. Legjonet dhe legjonet. Jo, ka diçka. Për shembull, kur Cezari kaloi Rubikonin, nuk ishte kollaj, sepse ai ishte dhe politikan i Zotit. Ai bindi trupat e veta, se çfarë rëndësie kishte që të godisnin shpinatyrën në Romën. Ndaj ishte shumë rëndësishme kalimi i Rubikonit. Pra ai kishte dhe aftësim bind se kishte dhënë prova në Gali pra, në Francën e sotme. Jo pra, dakord, kishte dhënë provat. Kishte kap gjithë Francën, kishte pushtuar. Por trupat e tij, legionet e tij prinin të shkonin në Romë si heronj, të bënin triumfin në Romë dhe jo të shkonin ta pushtonin Romën, qytetin e tyre, familjet e tyre. Kishte kuptim kjo. Po ai prapi bindi që thoshte jo, duhet vëmë dhe ta pushtojmë Romën. Dhe ja doli. Elisa duhet bindi socialistët që të pushtojnë Partinë Socialiste. Pikërisht. Pyetja është kush është Galia e Spiro Palit? A është Balluku apo jo? Pra që Spiro Pali të filloj të kaloj Rubikonin, duhet njerë të këtë mundi Balluku. Se ka mundur akoma. Të bëj një pushtim, pra. Të bëj një pushtim, po pa, në këtu kuptim, pa simbolik po flasë, një gjithmonë. Kapri, të falenderoj jashtë mazë, u kënaqem sot, pyetja është e thjeshtë. Kur mundësia thot ne takojmë 5 deputet, por sistemi s'është i rëndësishëm, a ka një farë nonsensi logjik këtu? Jo, s'ka sens logjik, opozita nuk është e numra, është zotris. Ne jemi 2 deputet e jemi sa për 20. Kjo është e vërtet. Erald Çuni thot, te Toto si po lexoj tani, te QR kodi këtu, çani pyet Kaprin, nëse një parti nuk arrin as 5% të votave, çfarë kuptimi ka që të ekzistojë si parti? Po pikërisht pra, këtë po tentojnë të bëjnë. Edhe nëse nuk arrin, votat shpërndahen tek PDD-PS. Kapri është njësh thot, është zëri i popullit thjesht dhe të mirë thot. Po thuhet këtë kujdes sepse është i vetmi që flet lirshëm në parlament me emra. Kujdes. Pse edhe ka mbetur këtu i shpreh mesazhi. Do e bëj sërish thuaj. O Kapri thot Gregori thot, o Kapri,
Gregori. Gregori. Thot, o Kapri, pse haron, thot, pasionet e tua? Shqipëria duhet jetë mbretëri. Jo, nga tronë, unë jam biografi mbretit Zok, por nuk do të thotë që unë dua Shqipëri mbretëri. Unë do isha prova, vllai. Kishim një mbret. Ne kemi lobuar, po. Se kemi një. Po, ai duhet të ishte mbi palët. Ky është palë, ky që kemi ne. Është palë dhe i dobët shumë. Ta shpëtojmë, ta bëjmë i palën. Po tani. Po ndryshon stacionin vetëm çfarë thua më pra? Kur e mendon Princ Leka mund të ishte një monark i mirë. Po, ishte i keq, është djalë shumë i mirë. E dini që Magjari është kundërfigura e paraardhësit të tij, ja çdo gjë shkëlqen, është Flori. Nuk e tha njëri që Jo, po këta e kam bëjnë dhe komente, çani para zgjedhjeve Agroni sulmoi Tikun, një lëvizje e qartë, biznesmeni, sepse askush se dinte fuqinë e tjetrit dhe kështu donën sa më të veçuar për të kuptuar ku janë. Tiku mori më shumë vota, por më pak mandate. Mundësia u tregua me zgjuar, mori 2 mandate. Mundësia ka thënë disa herë që ne po luajmë lojën e gjatë. Tani po shprehin të njëjtat teza si lëvizja bashk, dhe pse ideologjikisht janë të kundërta. Pyetja është kjo, apo e bën këtë lëvizje mundësia për të nxjerrë sa më keq Adriatikun? Nëse sistemi ndryshon, këta profitojnë. Nëse nuk profitojnë, fatin e hedhin Tikut dhe nxjerrin përfundimisht jashtë lojës, si ai morin qafë. Falë, një sekond. E bukur. Qëndrimet tona kanë qenë parimore. Qëndrimet tona kanë qenë parimore dhe koha ka treguar që kemi pas të drejtë tani, apo jo? Edhe për lëvizjen e Adriatikut me sistem promocional, kanë dalë të gjitha. Me sistem proporcional kombëtar, thot njëri. Mos thosh do ishte mirë për të gjitha palët. Sa kështu rajonal. Po çështat e Pragut thuaj. Në rregull tani, në rregull, po edhe me Prag pra. Edhe a thash nuk është çështje. Po prap është jo, po prap, gjithsesi unë them që ka lezet sepse fundit të testoni jo vetëm Tiranë, po testoni gjithandej, apo jo më thonë. Pse nuk e thon Prag? Është mirë apo? Jo, po pse nuk e thon? Më dakord për sistemin. Proporcional kombëtar, s'ka problem. Fal, po ai u numrin e mandate e deputetëve dhe shkon numri votave që duhet të deputet në hava. Po sigurt të thonë që proporcional kombëtar pa Prag. Po shumë mirë atëherë, kjo është demokratike totalisht. Pa prekon, nëse ti merr votat për një deputet, të marrësh një deputet. Qartë. S'ka rëndësi. Pyetja për ne ka bonjour çani vende europiane që kanë liruar përdorimin e bazave ushtarake. Por USA janë Mbretëria e Bashkuar, baza RAF, Fire Force, Gjermania, Franca i lexuam to. Brr. Për një foto e Putini, Rama do të çonte gjithë qeverinë me 83 deputet në SPAK, thot. Se me Donald Trumpin i ka bërë disa foto tashmë, shpresoj që Kapri dhe shumë tjerë opozitanë mos i besojnë kaq shumë SPAK-ut. Erdhëm Ledio. Janë pa fund mesazhet. Në fakt, bravo Kapri, më thotë Enea. Do të se. Esa të lërë çani para zgjedhjeve, Agroni sulmoi Tikun, po këtë e lexuam. Ju falenderoj shumë për mesazhet që keni dërguar dhe për pyetjet tuaja në këtë. Kapri do të takohemi shumë shpejt. Faleminderit për ftesë. Enigmë mbeti Pragu, do e marrin vesh, mbase një ditë do ta kuptojmë. Jo, Pragu do të caktohet ditën e fundit. Jesh i sigurt për të, sa ajo është Chelsea. Ditë e fundit që do të thënë pas 3 vjetësh. Dhe jo, mund ta bëjnë korrik, nuk ka kur do që ta bëjnë. Ose bëjnë këtë tjetër në fjali e fundit. Nuk bien dakord për Pragun dhe qëndrojmë siç jemi. Megjithatë un kam një mesazh sot për Elisa Spiroparin. Elisa, ç'se na shikon? Elisa ku je? Kalor Rubikone. Elisa, ç'se na shikon? Si dikur kur të vendosësh dalësh, mos bë gabimet që bëjnë kanë bërë kolegët tu, që shkonin për studio të cilat sjellin mallkim dhe sjellin fatkeqësi. Hajde te studio që të ka bërë një promo të parë prej vitesh. Hajde te Ariani, te Zënë e Lirë. Dhe Elisa, të lutem, shkruaj më shpesh statuse.